Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë tha se po punon ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të minimizuar rreziqet e sigurisë në një reagim për Ora News, pas paralajmërimit se grupe të lidhura me Iranin mund të sulmojnë objektiva të caktuara në Shqipëri. Administrata Trump nuk ka prioritet më të lartë se sa siguria dhe mbrojtja e qytetarëve amerikanë. Ne po punojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të minimizuar rreziqet e sigurisë. Ambasada amerikane tha se do të ofrojë më shumë informacion sapo ai të jetë i disponueshëm, ndërsa vlerëson bashkëpunimin e ngushtë për çështjet e sigurisë me qeverinë e Shqipërisë për garantimin e sigurisë së qytetarëve amerikanë në vendin tonë dhe banorëve të Shqipërisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara vlerëson bashkëpunimin e ngushtë për çështjet e sigurisë me qeverinë shqiptare, e cila ka treguar një angazhim të qëndrueshëm për garantimin e sigurisë së qytetarëve amerikanë dhe të gjithë banorëve të Shqipërisë. Do të ofrojë më shumë informacion sapo ai të jetë i disponueshëm. Ambasada amerikane në Tiranë përmes një njoftimi të shpërndarë të mërkurën, tha se grupet të lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane, në shënjestër mund të jenë edhe vende të zakonshme, si zona turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Selia diplomatike u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të tregojnë vigjilencë të shtuar dhe të ndjekin zhvillimet përmes mediave lokale, duke këshilluar që të qëndrojnë të vëmendshëm në çdo moment, të jenë të vetëdijshëm për rrethinën ku ndodhen, të rishikojnë planet personale të sigurisë dhe të mbajnë telefonin të karikuar për raste emergjente.